ka votime të tjera që do të mund të më përfshin për të qenë pjesë finales apo jo? Domethënë ekziston ky shans apo jo? Vllai i madh ka dy lloje. Me thënë të drejtën, Gerta me të drejtë bën këtë pyetje, sepse po ta dëgjoni në fund të videos thotë ka një mundësi tjetër në mënyrë tjetër apo të marr valixhet dhe të shkojnë në shtëpi. Në fakt siç e shoh Gerta po t'ishte treguar e vëmendshme, do ta kishte kuptuar që në fakt ja tha Neda këtë. Neda, e cila bëri atë mbrojtjen fantastike për Gertën, bëri një monolog fantastik, një mbrojtje që s'është dëgjuar kurrë më parë në historinë e Big Brotherit. Ishte tamam, si më thënë, monologu i fundit i avokatit përpara dënimit të klientit tij. Dhe në mes rreshtash, gjatë kësaj mbrojtje, Neda ja tha, i tha që ti, nëse nuk fiton, nëse nuk shkon finale në këtë moment, në këtë televotim, atëherë praktikisht merr valixhet dhe shkon në shtëpi. Pra, nëse nuk fiton, do dënohesh. Këtë pak a shumë i tha Neda. Dhe Neda, duke dashur ta mbroj, në fakt i ka thënë një të vërtetë. I ka thënë që ti duhet ta fitosh me patjetër. Nëse nuk e fiton, thjesht merr valixhet dhe shkon në shtëpi. Tani nuk e di a ka kuptuar Gerta këtë apo se ka kuptuar, apo thjesht këtë pyetje e bëri se vërtet nuk e ka kuptuar, apo e bëri me nën tekst. Këtë nuk di t'ja them.